A e dini kush e ka kompozuar dhe shkruar tekstin e këngës famshme Mora fjalë? Jam me Naim Gjoshin, i cili e ka kompozuar këngën që u bë hit më pas, sidomos me interpretimin e jashtëzakonshëm të Shkurtë Fezës. Në cilin vit Naim e ke kompozuar? Në 2001. Në 2001, por kënga u bë shumë e famshme 23 vjet më vonë, kur shpërtheu stadiumet e Shqipërisë në vitin 2024. Tekstin e shkruajt vet? Vet, tekstin dhe muzikën. Që vizituar vet Prekazin kur? Absolutisht po. Në 99-ën unë kam qenë në Kosovë, Ejli Shaqiri, miku im. Edhe ai më ka shëtit në gjithë Drenisën. Të çoj edhe në Prekaz. Edhe në Prekaz. Nuk ishte rregulluar. Çfarë ndjeve? Shiko. Ishte një tmerr i vërtet, ta shohësh atë kull ashtu, edhe ata kanë bërë mirë që kalon ashtu si ishte. Po për Adem Jasharin çfarë mendimi ke? Po sa kur ai është shiko. Ai është mas mujt dhe Halilit vjen Adem Jashari kështu për portretin që ka, për hijeshin që ka, për të esurin që ka. Imagjino 23 vjet priti kënga që të kthej në një hit mbar shqiptar. E këndojnë kudo, Shkurtë Feza e interpreton mirë? Absolut, shiko. Interpretimi i Shkurtës, ndërsa unë i ngrita një përmendore Adem Jasharit dhe këngë, Shkurta i ngriti një pjedestal të madh. Ma këndo tani pak këngër. Mora fjalë, mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thurkan, e jendari ti këndoj, Adem Jasharit, ti këndoj. Naim, të lumë dora për tekstin dhe për muzikën. Shumë faleminderit. Naim Gjoshi nga Elbasani, një prej kompozitorëve që tashmë ka lënë gjurmë në historinë e shqiptarëve. Shumë faleminderit.